Një debat I fortë ka ndodhur në Big Brother VIP mes Eglit dhe Rozanës. Debati nisi pas aludimeve të Xhibanit se Egli dhe Gjesti kanë kryer marrëdhënie seksuale brenda shtëpisë. Egli Rozanës: "Qa të duhet me mua ty oj poshtër? Unë nuk kam bërë seks dhe po të kisha bërë, e kam bërë me dikë që e ndjej. Ke dëgjuar fjalët e Xhibanit dhe ke marrë shkas nga ato. Ty të vit turp që merresh me këto gjëra, je lojtare e poshtër dhe manipulatore. Mos u merr me Egli Takon se të shkel me këmbë." Teksa më pas Egli është kthyer Xhibanit. Të pa Gjesti që kalove mbrëm pranë krevatit dhe të provokoi duke lëshuar zëra, po ty të vit turp që nxjerr të tilla zëra se dëgjojnë dhe prindrit e mi. Edhe po pa ta bërë për qefin tim e kam bërë, o ju të virgjër, ma keni qartë të paçarën. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.